frikacake apo e vetëdijshme? Përplasja e Ludos dhe Albës në Big Brother Kosova, shtëpia ishte më e qetë se zakonisht, por ajo qetësi ishte e rreme. Banorët ndiheshin sikur diçka po zjente nën sipërfaqe dhe nuk vonoi shumë që fjala e thënë pa mendim ta çante ajrin si thik. Ludo ishte ulur përballë Albës, me trupin pak të anuar përpara, sikur kërkonte ta dominonte bisedën. Zëri i tij ishte i drejtë për drejtë, pa filtër, dhe fjalët që zgjodhi nuk ishin as pak të buta. Ti je frikacake, i tha ai papritur. Nuk ke shanse me ju afru Dolces. Jo me ju afru. Po as me i fol. Fjala frikacake ra rënd në hapësirë. Banorët përreth ndaluan bisedat. Disa ulën syt, disa të tjerë u kthyen drejt Albës, duke pritur reagimin e saj. Ishte një nga ato momente kur kamera nuk kishte nevojë të afrohej, tensioni ishte i dukshëm në fytyra. Alba nuk reagoi menjëherë. Ajo mori frym thellë, duke e mbajtur shikimin drejt, pa ulur kokën. Brenda saj, mendimet vraponin shpejt, por ajo zgjodhi të fliste me qetësi, jo me impuls. Jo se kam frikë, tha ajo më në fund, me një zë të kontrolluar. Po se e di shumë mirë si duken gjërat nga jashtë. Ludo qeshi lehtë, një buzëqeshje provokuese. Po çka do të thonë njerëzit? E pyeti me ironi. Kjo po të ndalon. Alba ngriti vetullat. Kjo ishte pika ku ajo nuk do të tërhiqej më. Po, tha prerë. Se njerëzit nuk falin. Se nesër do të thonë, Alba është berë xheloze. Do të thonë që po futem ku s'duhet, që po e bëj për vëmendje, që s'kam dinitet. Disa banor u pan mes vete. Fjalët e saj nuk ishin dramatike, por të vërteta. Ishte zëri i dikujt që e kupton lojën jo vetëm brenda shtëpisë, por edhe jashtë saj. Ludo tunte kokën. Po ti po e pranon vet, i tha. Po jeton me frikën e opinionit. Alba buzëqeshi lehtë, por buzëqeshja e saj nuk ishte e gëzuar. Ishte e lodhur, por e vetëdijshme. Jo, u përgjigj. Unë po jetoj me pasojat e opinionit. Ka dallim. Ajo u ngrit pak nga vendi, jo për t'u larguar, por për të folur nga një pozicion më i fortë. Është lehtë me thanë shko, afrohu, fol, vazhdoi ajo. Po jo të gjithë e paguajnë njësoj çmimin. Disa etiketa ngjiten më shpejt se të tjerat. Atmosfera u rëndua. Banorët nuk ndërhynin. Ky nuk ishte debat për Dolcen, ishte debat për frikën, vetkontrollin dhe mënyrën se si gjykohen gratë në publik. Ludo u mbështet pas. Pra, sipas teje, unë po të shtyj në diçka që të dëmton? Jo, tha Alba. Ti po më gjykon pa e kuptuar lojën time. Dhe kjo është më e keqe. Ajo e shikoi drejtë në sy. Nuk jam frikacake, tha ngadalë. Jam e vetëdijshme. Dhe po, ndonjëherë vetëdia duket si frikë për ata që nuk e mbajnë barën. Në atë moment, diçka ndryshoi. Ludo nuk buzëqeshi më. Ai e kuptoi që Alba nuk ishte duke u justifikuar, ajo po vendoste kufi. Unë nuk kam nevojë t'i afrohem Dolces për me u duk, vazhdoi Alba. As për me provu diçka. Kush jam unë, shihet edhe pa zhurmë. Një heshtje e gjatë mbushi dhomën. Kamera kapte fytyra që reflektonin. Ky nuk ishte thjesht debat. Ishte një moment ku publiku do të ndahej në dysh, ata që do ta quanin Albën të tërhequr dhe ata që do ta shihnin si të zgjuar. Ludo foli më butë këtë herë. Ndoshta ke të drejtë, tha. Por mos haro, kjo është Big Brother. Heshtja ndonjëherë keq kuptohet. Alba e pranoi me një tundje koke. E di, tha. Por zhurma keq kuptohet edhe më keq. Dhe me këtë fjali, ajo e mbylli diskutimin. Banorët u shpërndan ngadalë, por tensioni mbeti pezull në ajër. Ky moment do të diskutohej gjatë, në dhomën e rrëfimit, në rrjetet sociale dhe në mendjet e publikut, sepse në Big Brother Kosova nuk fiton gjithmonë ai që afrohet më shumë, por ai që e di kur të ndalet. Frikacake apo e vetëdijshme? Përplasja e Ludos dhe Albës në Big Brother Kosova, shtëpia ishte më e qetë se zakonisht, por ajo qetësi ishte e rreme. Banorët ndiheshin sikur diçka po zjente nën sipërfaqe dhe nuk vonoi shumë që fjala e thënë pa mendim ta çante ajrin si thik. Ludo ishte ulur përballë Albës, me trupin pak të anuar përpara, sikur kërkonte ta dominonte bisedën. Zëri i tij ishte i drejtë për drejtë, pa filtër, dhe fjalët që zgjodhi nuk ishin as pak të buta. Ti je frikacake, i tha ai papritur. Nuk ke shanse me ju afru Dolces. Jo me ju afru. Po as me i fol.
Fjala frikacake ra rënd në hapësirë. Banorët përreth ndaluan bisedat. Disa ulën syt, disa të tjerë u kthyen drejt Albës, duke pritur reagimin e saj. Ishte një nga ato momente kur kamera nuk kishte nevojë të afrohej, tensioni ishte i dukshëm në fytyra. Alba nuk reagoi menjëherë. Ajo mori frym thellë, duke e mbajtur shikimin drejt, pa ulur kokën. Brenda saj, mendimet vraponin shpejt, por ajo zgjodhi të fliste me qetësi, jo me impuls, jo se kam frikë, tha ajo më në fund, me një zë të kontrolluar. Po se e di shumë mirë si duken gjërat nga jashtë. Ludo qeshi lehtë, një buzëqeshje provokuese. Po çka do të thonë njerëzit? E pyeti me ironi. Kjo po të ndalon. Alba ngriti vetullat. Kjo ishte pika ku ajo nuk do të tërhiqej më. Po, tha prerë. Se njerëzit nuk falin. Se nesër do të thonë, Alba është berë xheloze. Do të thonë që po futem ku s'duhet, që po e bëj për vëmendje, që s'kam dinitet. Disa banor u pan mes vete. Fjalët e saj nuk ishin dramatike, por të vërteta. Ishte zëri i dikujt që e kupton lojën jo vetëm brenda shtëpisë, por edhe jashtë saj. Ludo tunte kokën. Po ti po e pranon vetë, i tha. Po jeton me frikën e opinionit. Alba buzëqeshi lehtë, por buzëqeshja e saj nuk ishte e gëzuar. Ishte e lodhur, por e vetëdijshme. Jo, u përgjigj. Unë po jetoj me pasojat e opinionit. Ka dallim. Ajo u ngrit pak nga vendi, jo për t'u larguar, por për të folur nga një pozicion më i fortë. Është lehtë me thanë shko, afrohu, fol, vazhdoi ajo. Po jo të gjithë e paguajnë njësoj çmimin. Disa etiketa ngjiten më shpejt se të tjerat. Atmosfera u rëndua. Banorët nuk ndërhynin. Ky nuk ishte debat për dolcen, ishte debat për frikën, vetë kontrollin dhe mënyrën se si gjykohen gratë në publik. Ludo u mbështet pas. Pra, sipas teje, unë po të shtyj në diçka që të dëmton? Jo, tha Alba. Ti po më gjykon pa e kuptuar lojën time. Dhe kjo është më e keqe. Ajo e shikoi drejt në sy, nuk jam frikacake, tha ngadalë. Jam e vetëdijshme. Dhe po, ndonjëherë vetëdia duket si frikë për ata që nuk e mbajnë barën. Në atë moment, diçka ndryshoi. Ludo nuk buzëqeshi më. Ai e kuptoi që Alba nuk ishte duke u justifikuar, ajo po vendoste kufi. Unë nuk kam nevojë t'i afrohem Dolces për me u duk, vazhdoi Alba. As për me provu diçka. Kush jam unë, shihet edhe pa zhurmë. Një heshtje e gjatë mbushi dhomën. Kamera kapte fytyra që reflektonin. Ky nuk ishte thjesht debat. Ishte një moment ku publiku do të ndahej në dysh, ata që do ta quanin Albën të tërhequr dhe ata që do ta shihnin si të zgjuar. Ludo foli më butë këtë herë. Ndoshta ke të drejtë, tha. Por mos haro, kjo është Big Brother. Heshtja ndonjëherë keq kuptohet. Alba e pranoi me një tundje koke. E di, tha. Por zhurma keq kuptohet edhe më keq. Dhe me këtë fjali, ajo e mbylli diskutimin. Banorët u shpërndan ngadalë, por tensioni mbeti pezull në ajër. Ky moment do të diskutohej gjatë, në dhomën e rrëfimit, në rrjetet sociale dhe në mendjet e publikut, sepse në Big Brother Kosova nuk fiton gjithmonë ai që afrohet më shumë, por ai që e di kur të ndalet. Shpërthimi i atmosferës, Arditi dhe Alba në ritmet e Big Brother Kosova. Salla e shtëpisë së Big Brother Kosova ishte e mbushur me një energji të papërshkrueshme. Muzika që vinte nga altoparlantët mbushte çdo cep, duke përhapur ritmet e saj energjike dhe duke ndezur çdo banor. Ishte një moment kur rutina e ditës u shndërrua papritur në një festë spontane, dhe çdo këmbë e shtëpisë ndihej pjesë e ritmit. Arditi u ngriti pari, pa u menduar shumë. Ai e ndjeu energjinë dhe vendosi të hapë një sfidë me veten. Hapësira e sallës u bë skem për secilin lëvizje që bënte. Buzëqeshja e tij ishte e sinqertë dhe e zjarrt, ndërsa çdo hap, çdo rrotullim, çdo kërcim i tij dukej se përhapte një farë magjie mbi banorët e tjerë. Alba, duke parë Arditin, nuk mundi të mos bashkohej. Muzika i tërhoqi hapat e saj drejt tij. Kur kërcyen së bashku për herë të parë, salla u mbush me duartrokitje të banorëve të tjerë. Shikimet e tyre ishin të përqendruara dhe të lumtura, dhe atmosfera shpërtheu papritmas në një energji të përbashkët. Oh, po dukeni fantastik, tha një banor, duke u tundur me ritmin. Shikoni si lëvizin. Arditi dhe Alba nuk po fokusoheshin tek komentet, ata ishin të zhytur në ritmin e muzikës.
Hapat e tyre ishin të sinkronizuar, si të ishin praktikant të një performancë të përgatitur, por spontane. Çdo lëvizje e tij nxiste një buzëqeshje tek ajo, dhe çdo rrotullim i saj e ngacmonte një buzëqeshje tek ai. Ishte bashkëpunim i përkryer mes dy energjive që krijonte spektakël. Banorët e tjerë e ndjenin këtë. Disa u ngritën për të duar trokitur, disa filluan të lëviznin me ritmin, duke u bërë pjesë e atmosferës. Por nuk ishte thjesht muzika që bënte magjin. Ishte kimia që shpërthente mes arditit dhe albës, një energji që nuk mund të fshihej. Muzika u rrit papritmas, duke sjellë një ritëm më të shpejtë. Arditi e ndjeu sfidën dhe bëri një rrotullim të shpejtë, duke e ftuar albën të bëjë të njëjtën. Ajo e ndoqi me një buzëqeshje të shndritshme dhe një hap më të guximshëm, duke shtuar intensitetin e performancës. Çdo banor që shikonte ndjeu një eksplozion energjie që depërtonte në çdo cep të dhomës. Oh, tha një tjetër banor. Ky është Big Brother në nivel tjetër. Në një moment, Arditi hapi krahët, duke krijuar një hapësirë që Alba mbushi me një lëvizje elegante. Të dy ishin në sinkronizim të plot, një kombinim i guximit, ritmit dhe pasionit për kërcim. Nuk ishte thjesht një lojë apo një sfidë, ishte një performancë që shprehte energjinë e tyre të brendshme. Banorët e tjerë nuk mund të ndalonin të shikonin dhe të duar trokisnin. Çdo buzëqeshje, çdo hap i shkëlqyeshëm i Arditit dhe Albës shpërndante një ndjesë gëzimi dhe konkurrimi pozitiv. Ishte një moment ku të gjithë ndjeheshin pjesë e diçkaje të veçantë, një shpërthim që nuk mund të planifikohej, por që ndodhte spontanisht. Muzika ndryshoi ritmin, duke sjellë një sfidë tjetër për çiftin. Arditi dhe Alba nuk humbën asnjë hap, ata vazhduan të lëvizin me energji të përbashkët, duke krijuar një atmosferë që nuk do të harrohej lehtë. Shikimet e tyre ishin të ndërsjella, duke treguar jo vetëm aftësinë fizike, por edhe kënaqësinë që vinte nga bashkëpunimi dhe momenti i përbashkët. Kur ritmi i fundit ra dhe muzika u shua, salla shpërtheu në duar trokitje të zjarrta. Arditi dhe Alba buzëqeshën për brenda, të lodhur, të lumtur dhe plot energji. Ai moment ishte jo vetëm kërcim, por një ngjarje që lidhte banorët, publikun dhe shikuesit në një emocion të përbashkët. Dita vazhdoi me biseda dhe argëtim, por kujtimi i kësaj performancë spontane do të mbetej gjatë në mendjet e banorëve dhe publikut. Ky ishte Big Brother Kosova në një nga momentet e tij më të bukura, një shpërthim energjie, një bashkëpunim që tregonte energji, talent dhe karakter. Frika dhe afërsia, Limi dhe Dolce në Big Brother Kosova. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, dita dukej si çdo ditë tjetër, dritë e ngrohtë që depërtonte nga dritaret e mëdha, biseda të zakonshme dhe të qeshura të banorëve. Por për Limin, çdo gjë ndryshonte kur Dolce afrohej në dhomë. Nuk ishte një rrezik i dukshëm, as një konflikt, ishte tension i hollë, ndjenja e një frike të brendshme që nuk mund ta shpjegonte dot përpara të tjerëve. Ai e shikonte nga distanca, duke vëzhguar çdo lëvizje të saj. Dolce ishte e natyrshme, e qetë dhe e sigurt në hapësirën e saj, por për Limit, çdo lëvizje e saj dukej sikur shkaktonte një dridhje të papritur. Një ndjesi të ngjashme me atë të një kafshë që sillet e lirë dhe është e vështirë për t'u parashikuar. Dolce po ecte pranë tavolinës, duke marrë disa gjëra për një lojë të ardhshme. Limi ndjeu që zemra i rahu më shpejt dhe për një moment ai uli pak kokën dhe bëri një hap mbrapa, si për t'u distancuar. Nuk ishte frikë prej saj si person, por nga afërsia që krijonte prania e saj, nga mënyra se si ajo i bënte të duket gjithçka e qartë dhe transparente. Banorët e tjerë nuk e vinin re tensionin. Ata shikonin dy persona që ishin thjesht në të njëjtën dhomë. Por për Limin, çdo hap, çdo buzëqeshje e Dolce, çdo lëvizje e saj, ngjante si një sfidë e padukshme. Ai ndjeu nevojën për të kontrolluar çdo lëvizje të tij, mënyrën se si ecte, se si buzëqeshte, se si e shikonte. Dolce e pa që Limi po e shikonte me një përzierje shqetësimi dhe respekti. Ajo buzëqeshi lehtë, pa folur, duke kuptuar se diçka po ndodhte. Nuk ishte as tension i hapur, as përplasje. Ishte moment i hollë ndërmjet dy njerëzve, ku njëri perceptonte fuqinë dhe praninë e tjetrit dhe tjetri ndjente një frikë të brendshme nga afërsia që krijohej. Limi bëri një hap më pranë, por menjëherë ndjeu që Dolce e perceptoi. Ai ndaloi. Ata shikonin njëri tjetrin për një moment të gjatë, pa fjalë. Vetëm shikimet dhe heshtja folën. Ishte një komunikim i pastër. Një dialog i pandërprer që nuk kërkonte zëra, vetëm mos lëviz shumë pranë, mendoi Limi, duke e ndjerë tensionin që rritej çdo sekondë.
Ai ishte i vetëdijshëm për efektin që prania e Dolce kishte mbi të, dhe nuk ishte moment për impulsivitet. Dolce, nga ana e saj, nuk po e përdorte këtë frikë. Nuk kishte asnjë qëllim të nxiste ndonjë emocion negativ. Ishte thjesht vetja. Por për Limin, çdo gjest i saj, çdo qeshje, çdo lëvizje e dorës ngjante si shprehje e një fuqie të padukshme, një aftësi për të vënë gjithçka në perspektivë dhe për t'i bërë të duket se çdo gjë është e dukshme, e lehtësueshme. Në minutat që pasuan, ata u gjetën pranë njëri tjetrit, por pa folur shumë. Limi i shikonte këmbët e saj që lëviznin, mënyrën se si ajo ul pranë tavolinës dhe ndjente një nevojë për të qëndruar i qetë dhe i matur. Dolce, nga ana tjetër, po vëzhgonte gjithçka me një buzëqeshje të qetë, pa e kuptuar tensionin e tij të brendshëm. Banorët e tjerë po qeshnin dhe diskutonin për lojën që do të vinte, por Limi dhe Dolce ishin në një tjetër nivel perceptimi. Nuk ishte përplasja, nuk ishte konflikti, por një tension i hollë, afërsi dhe frikë e ndërthurur, që vetëm ata e ndjenin. Kur dita përfundoi dhe të gjithë u larguan për darkë, Limi ndjeu se tensioni ishte ende aty. Ai u ul pranë dritares dhe e pa Dolcen që përfundoi detyrat e saj. Zemra i rahu pak më shpejt, por një buzëqeshje e lehtë u shfaq në fytyrë. Ishte buzëqeshja e pranimit. Ai pranoi se ndjenja e frikës nuk është gjithmonë e keqe, ndonjëherë është thjesht një sinjal i afërsisë që është e rëndësishme dhe reale. Në Big Brother Kosova, ky ishte një moment tipik, jo dramatik, jo skandaloz, por plot tension, emocione dhe kuptim, një fragment i vogël që tregon se afërsia dhe frika mund të bashkëjetojnë dhe të krijojnë histori të veçanta. Limi e dinte se çdo moment tjetër me Dolce do të sillte të njëjtin ndjenjë, një sfidë e brendshme. Një tension i hollë dhe një respekt që nuk kërkon fjalë. Dhe Dolce, e vetëdijshme ose jo, ishte pjesë e këtij tensioni që e bënte lojën kaq të fuqishme dhe emocionuese.